20 minut. 20 minut. 20 minut. Presidentës me Osmani për takim, cilat do të jenë kërkesat tuaja në atë takim dhe temat që do të trajtoni? Do ta ndëgjojmë presidentin më pas çfarë qëndrime shka ose çka sugjeron. Në njëjtën kohë, nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim, po sikur që e dini aktualisht ne jemi edhe në pritje të vlerësimit nga gjykata kushtetuese për kushtetutshmërinë e zhvillimeve që kanë ndodhur në seanca. Pra dje e kemë dorëzuar, tani këto ditë shpresojmë që gjykata kushtetuese do ta merr në shërtim kërkesën tonë për vlerësim të kushtetutshmërisë. Zoti Haradinaj, në çfarë formati ju ka ftuar veç AOK-n apo jo? Nuk e di përveç, nuk e kam trajtu kështu, po kam marrë informacion nga zhyra që kemi një fteshë. Unë e kam konfirmu fteshën te presidentja. Do të jetë pjesë edhe të ndodhë ndoshta ulin në tavolinë. Nuk e di ajo në pjesë, ta shohim. Ta shohim nëse jam ajo. Faleminderit.